tjetër. Si arrin ti këtë komunikim me shpirtin tënë? Se the me shpirtin, është e mundur kjo? Ashtë e mundur. Unë kam qenë fëmijëri, që në moshën 5 vjeçare, kam komunikuar domethënë me shpirtin tim, kam komunikuar ndoshta edhe me shenjtrit, që tjerët ndoshta thonë wow, kam komunikuar edhe me Zotin direkt. Për shumë persona... Me Zotin? Direkt. Si është i mundur ky komunikim? Si komunikohet me Zotin? Domethënë, në momentet që unë kam qenë ndoshta dëshpëruar si fëmijë i vogël, familja ime ka qenë i fije ndoshta nga që kanë kërku për vajzë të dytë, kanë kërku djalë, kanë qenë i fije të shmangu nga ana jame. Unë kam qenë kopsh që në 7 dhe në 7 darks. Dhe kisha atë mungesën e dashurisë babs, dashurisë nans. Dhe këtë mungesë unë e kam arrit, domethënë, gjithmonë natën, unë komunikosha me qenjet hynore, që u paraqit në dhomën teme. Për shumë për veta mund t'ishte diçka kështu wow, magjike, ose si më thonë diçka pa besueshme, kurse për mu ishte diçka normale. Unë i thosha atit tonë, i thoni Allah, është e njajta gja, Zotit, i thosha është baba jem hynor, që m'jep të mesazhe për sa i përket të ardhmes, m'jep të shpresë.